Izraeli është i përgatitur të kundërpërgjigje ndaj Iranit pas sulmit me raketa balistike të së martës, nga të cilat disa arritën të kalojnë mbrojtjen ajrore izraelite. Kryeministri Benjamin Netanyahu ka deklaruar se Irani do të paguajë një çmim të lartë. Sipas Teheranit, ky sulm ishte një reagim ndaj vrasjes së dy figurave të larta, liderit Hezbollahut Hassan Nasrallah në Beirut dhe kreu të Hamasit Ismail Haniyeh në Teheran, që pretendohet të jetë kryer nga Izraeli. Ndërkohë aleatët ndërkombëtar të Izraelit, të cilët në prill kishin kërkuar përmbajtje për të shmangur një konflikt më të gjerë, këtë herë ka një ton më të moderuar. Por me që Izraeli po përballet në të njëjtën kohë me sfida në Liban, Gaza, Siri dhe Yemen, qeveria e Netanyahut nuk tregon gatishmëri për të bërë kompromis. Tashmë të vënë që të diskutojnë nëse do të akmeren, planifikuesit ushtarak izraelit po shtyërtojnë shkallën dhe intensitetin e sulmit të ardhshëm ndaj Iranit. Izraeli ka në dispozicion informacione të avancuara nga inteligjenca satelitore amerikane dhe agjentë të Mossadit në territorin iranian. Kjo ofron forcave të armatosura izraelite një listë gjërë objektiva strategjik për goditje të mundshme.